I gjithë territori i qarkut të Kukësit vazhdon të jetë i përfshirë nga rreshtet e shiut me intensitet të ulët dermisatar, ndërsa ekipet e emergjencave civile të 3 bashkive po vijojnë angazhimin maksimal për koordinimin e punëve dhe menaxhimin e pasojave nga rreshtet intensive të orëve të fundit. Si pasojë e rreshjeve, rrugët nacionale vijojnë të jenë në ndrysninë e rënies së gurëve, inerteve dhe vëshimeve të ujrave. Subjektet kontraktore kanë punuar pa ndërprerje për pastrimin dhe mbajtjen funksionale të këtyre akseve. Të gjitha rrugët nacionale aktualisht janë të qarkullueshme. Në bashkinë Has, gjatë orëve të natës është shënuar dëmtimi i një ure që lidh fshatin Dobrun me fshatin Bardhosh. Bashkitë Kukës dhe Tropoj nuk raportojnë problematika emergjente tek popullata deri në këto momente. Deri tani nuk është raportuar asnjë aksident rrugor, ndërsa patrullat e policisë janë në terren duke këshilluar drejtuesit e mjeteve për kujdes të shtuar në rrugë. I gjithë qarku furnizohet me energji elektrike me përjashtim të disa njësive administrative dhe fshatrave. Si pasojë e rreshjeve të dendura në liçenin e Thjerëzës janë rritur prurjet e urave nga lumet kryesor që furnizojnë kaskadën e Drinit. Sipas Kesh, heci i Thjerëzës aktualisht nuk është në punë për shkak të kapacitetit më të madh të bazenit, duke krijuar hapësira operimi për hecin e Komanit. Sasia e rreshjeve në 24 orët e fundit ka arritur në 150 deri në 200 mm në Thjerës. Kesh njofton se situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe operimi në kaskadë kryhet brenda kushteve teknike dhe kuotave të lejuar nga rregullorët në fuqi.